Në orët e vona të 18 shtatorit në këtë pompë derivatash në Prishtinë ndodhi një rast i rrëmbimit të një personi. Një 42 vjeçar u rrëmbye nga disa persona duke u sulmuar dhe futur me forcë në një automjet për të dërguar më pas në një fshat dhe për të mbajtur peng. E pas më shumë se një muaj e hetime intenzive nga policia e Kosovës, u arrit të zbulohen 8 persona si të dyshuar për këtë rast. Në një aksion të hënën u arrestuan këta persona, ndër të cilët rezultoi se ishte i përfshirë edhe një zyrtar policor. Inspektorati Policor i Kosovës njoftoi se ka rekomanduar edhe suspendimin e këtij punonjësi të policisë. Megjithatë, nuk duket se janë të pakta rastet kur policët përfshihen në vepra të ndryshme penale. Sipas statistikave të autoritetit mbikëqyrës të policisë, vetëm gjatë këtij viti janë bërë 87 rekomandime për suspendim dhe janë 38 policë të arrestuar. Ish-drejtori i policisë Reshat Maliqi tregon se kjo dukuri tashmë është shqetësuese për këtë institucion. Bindja është se zyrtarët policorë janë qytetarë lojal të shtetit që zbatojnë ligj dhe i ndihmojnë viktimat, e jo ata ta viktimizojnë ndonjë person tjetër, siç është rasti i fundit që ata të marrin pjesë në kidnapimin e ndonjë personi. Do të thotë është krejt në kundërshtim me etikën dhe misionin dhe vizionin e asaj që e kanë zyrtarët policorë gjatë zbatimit e ligjit. Sipas tij, duhet mbikëqyrje më e madhe e përfshirjes së mundshme të punonjësve të policisë në vepra të ndryshme penale. Është mirë që më dhon informacione dhe unë besoj se nuk i shpëton masave ndëshkuese edhe nga inspektorati policor edhe nga policia, por në të njëjtën kohë prokuria dhe gjyqësia dhe ta merr dënimin meritor. TVNJ ka pyetur prokurorin dhe gjykatën themelore në Prishtinë se çfarë mase është vendosur ndaj këtyre të arrestuarve, por që nuk ka pasur përgjigje deri në momentin e publikimit të kronikës.